Sali Berisha, si lideri i partisë më të madhe në koalicionin qeverisës, duhet të mbledh kryetarët e partive të vogla për të diskutuar për reformën zgjedhore. Kjo ka qenë thirrja që i ka bërë nga Vlora kryetari i Partisë Demokristane Nart Ndoka, kryeministrit Berisha. Ndoka ishte në Vlorë për konferencën e parë të kësaj partie në qytetin Bregdetar. Qëllimi i kësaj konference ishte zgjedhja e kryetarit të kësaj partie për Vlorën, ku sërish u konfirmua Baki Yazaj. Në fjalën e rastit, kreu i Demokristianëve vlerësoi punën e mirë të degës së Vlorës dhe i bëri thirrje liderit të majorancës Berisha që të ketë më shumë bashkëpunim brenda koalicionit. Si lideri i partisë më të madhe në majorancë, të mbledh sa më shpejt të gjithë kryetarët e partive parlamentare të majorancës në zgjer për të diskutuar, për të debatuar në lidhje me reformën zgjedhore. Ne jemi për bashkëpunim, për kompromise, për konsensuse politike, më zgjera se partitë e majorancës, duke përfshirë edhe partitë e opozitës. Qëllimi i ynë është të ndërtojmë plane për reformat e thella politike që nevojiten në vend ka vazhduar më tej ai. Shqipëria nuk është më në atë stad tranzicioni sa vendimet politike të merren vesh nëpërmjet medias, ka përfunduar Ndoka.